Fillimisht në një enë më të madhe, vazhdojmë dhe shtojmë qumshtin. Në total do të përdorim një gotë 250 ml, por bëni kujdes, qumshti duhet të jetë i vakët. Tani tek qumshti shtojmë edhe majën e bukës. Unë po përdor maja buke në pluhur, në total do të shtojmë 10 gram. Vazhdojmë tani shtojmë pak sheqer, një lugë të mesme, që të na aktivizohet më mirë dhe më shpejt maja e bukës. Përzihem mirë. Vazhdojmë tani tek qumshti ta shtojmë kosin. Edhe kos do të shtojmë në të njëjtën sasi sa kemi shtuar qumësht, një gotë prej 250 ml. E shtojmë edhe vajin, vaj do të shtojmë 150 ml. Shtojmë një vezë plot. Përzihem mirë tani derisa të sigurohemi që gjitha produktet që i kemi shtuar brenda tek brumi na lidhen dhe të na bëhen bashkë. Tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Me miellin bëni gjithmonë kujdes, miellin e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Pasi ta shtoni një sasi nga mielli që do ta përdorim, vazhdojmë e shtojmë edhe krypën. Kryp në total do të shtojmë një lugë të mesme. Në këtë brum të kifleve do të shtojmë edhe një pako pluhur për pjekurina. Dhe tani me dorë vazhdojmë e ngjeshim dal nga dal derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Miellin e shtojmë tani sipas nevojës derisa të na formohet një brum i mirë. Diku parafërsisht do të na duhen 700 deri në 800 gram miell për ta formuar brumin e këtyre kifleve. Brumin e kemi gati. E kam gjeshur mirë derisa është formuar një brum mesatarisht i butë, sikur ky që po e shihni në video. Tani sipër brumin e mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që të pushojë diku parafërsisht 30 deri në 40 minuta derisa të fyshohet mirë. Tani që brumi ka pushuar, e marrim në tavolinën e punës dhe këtë brum do ta ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Pasi e kemi ndarë brumin në 3 pjesë të barabarta, tani me ndihmën e ftalluses do të vazhdojmë që t'i hapim. Pasi kemi hapur në këtë madhësi, vazhdojmë tani që në brendi t'ju shtojmë nga pak margarinë të zbutur në ambient dhume. Në total, për këtë brum, unë do të përdor dikon 120 gram me margarinë. E shtrojmë pjesën e dytë. Përsëri vazhdojmë të shtojmë nga margarina. Vazhdojmë të vendosim tani edhe pjesën e tretë të brumit. Tek pjesa e tretë nuk shtojmë më gjalp, as margarin, as gjë tjetër. Thjesht vazhdojmë tani një herë që me duar ta ngjesim mirë brumin dhe vazhdojmë të hapim edhe një herë në një petë të madhe. Pasi e kemi hapur një të madhe, një petë, vazhdojmë tani që ta prim një herë brumin në gjysmë. Edhe një herë në gjysmë dhe nga secila e katërta do të largojmë nga 4 kifle. Tani që i kemi renditur të gjitha kiflet në tepsi, lejojnë që të pushojnë dhe të aktivizohen edhe një herë, dikon parafërsisht 20 minuta para se të vazhdojmë që t'i pjekim. Tani që kam pushuar edhe 20 minuta tjera kiflet, marrim 2 kuqe të vezës, të cilat i kemi rrahur mirë dhe vazhdojmë sipër secilën kifle ta lyejmë me vezë.
Tani sipër vazhdojmë që secilës t'ju shtojmë nga pak susan. Dhe tani, pasi kemi lyer të gjitha kiflet, janë të gatshme për të vazhduar dhe për të pjekur. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë dhe vazhdojmë që t'i pjekim në temperaturën e njëjtë, diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta. Kiflet janë gati, sapo janë pjekur, i kemi larguar nga fura. Lejojmë që të tofen diku prafërsisht 5 deri në 10 minuta para se të vazhdojmë dhe të shërbejmë. Shpresoj që t'i provoni dhe ju dhe t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.